Mirëmëngjes të gjithëve. Ju përshëndes nga kjo studio me mikeshat e mia, të cilat janë artista të vogla. Ata janë finaliste të një konkursi mbar kombëtar për fëmijë të titulluar Unë jam ngjyra. Ata kanë ardhur së bashku me mentoren e tyre, piktoren e mirënjohur Denisa Brahimi. Dhe kanë një rrugtim shumë të bukur. Në këtë konkurs, ata janë finaliste që do të thot ndër 500 pjesëmarrës të këtij konkursi mbar kombëtar që ka tërhequr vëmendjen e fëmijëve të vegjël piktor nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut, kanë dalë në finale në 60-ën më të mirë, e madje njëra prej tyre ka fituar dhe çmim. Me mua sot në studio janë, po e filloj nga më e vogla, Arli Artunda. Mirëmëngjes Arli. Mirëmëngjes. Sa vjeç je dhe në çfarë shkolle shkon? Unë jam 8 vjeçë dhe në shkollën Gjeladin Fishta, në klasën e 2. Bravo. Dhe ke qenë finaliste e këtij konkursit apo jo? Sa bukur Arli. Këtu pranë me është një tjetër piktore. E ka emrin Hera Besaku. Mirëmëngjes Hera. Mirëmëngjes. Sa vjeçë je dhe në çfarë klase e shkollës shkon? Unë jam 9 vjeçë, unë jam në shkollën Ndërmjeda dhe jam në klasën e 3. Bravo. Por kjo vajza këtu, në mesin e këtyre dy piktoreve të vogla, është Yliana Cujaj. Dhe është fituese e çmimit të dytë në kategorinë 13 deri në 15 vjeç në këtë konkurs mbar kombëtar. Yliana, urime dhe mirë se erdhe në studio. Faleminderit. Në çfarë shkolle dhe klase je? Unë jam në shkollën Azem Hajdari dhe në klasën e 8. Të përfshish fëmijët e vegjël që kanë prirje, pasion dhe talent për pikturën, është diçka e bukur dhe sfiduese, apo jo, Denis? Dua her pas here të komunikoj me ju me fjalën mësuese, sepse ju jeni mësuesja e pikturës këtyre fëmijëve, jeni mentorja e tyre dhe jeni frymëzuese her pas here, apo jo? Ju falenderojmë në radhë parë për ftesën, edhe gjithmonë jeni ajo mbështetja e artistëve, jo vetëm vegjël. Po kjo është kënaqësi dhe krenari, moj Denis, sepse ju bëni një punë të mrekullueshme ditë pas dite për të zhvilluar këto fëmijë dhe për t'i dhënë shumë besim në radhë të parë. Patjetër. Është një moment pozitiv, jo vetëm për këto fëmijë, por për gjithë grupin, kudo që ne aktivizohemi. Pasi këto rriten edhe me garat, pavarësisht se gjithmonë është edhe ajo pjesa që dikush triumfon, dikush jo, por gjithmonë i kam thënë me radhë. Një herë do triumfoj dikush, pastaj një herë tjetër dikush tjetër dhe duhet gëzohemi si grup. Është interesante se një vit më parë kanë fituar 2 djem. Këtë vit e kanë marrë stafetën vajzat. A ishin gëzuara për këtë? Grupi vajzave. Ishin grupi vajzave. Me radhë. Prandaj i tham me radhë, kështu që duhet gëzohemi gjithë. Kjo ka një vlerë shumë të madhe artistike, por edhe sociale dhe bashkëpunuese, apo jo, ka të bëjë me një ndjesi shumë të bukur. Të ndjekim një insert nga atmosfera e zhvillimit të finales të këtij konkursi, i cili mblodhi të gjithë piktorët, Ju duket diçka e bukur, e dalloni diku pikturën tuaj, ka ardhur rralla ende piktura shumë të bukura, Po, shumë të bukura. po jap unë. Ja të. Kujtime të bukura nga kjo ditë, apo jo? Po. Ja, ju shikoni me vëmendje se ku janë ato Që hera përsëri aty. Ja, kështu. Tema ka qenë zogjt, apo jo? Po. Dhe ju i keni përfshirë ato zogjt janë në pikturat tuaja, po janë edhe si miq të fëmijëve, apo jo? Si thoni ju? Ja, zhvillimi i këtij konkursi, i cili më pas
vijoj edhe me çmime, por e rëndësishme është që ju keni marrë pjesë dhe keni pas emocione shumë të bukura. Është kështu apo jo. Do të thotë Denis që këto vlera shpërndahen tek fëmijët si një frymëzim i vazhdueshëm. Jam shumë e bindur që pas këtyre momenteve tek këto fëmijë kanë lindur dëshira të tjera për të vazhduar me pikturën. Ajo i goja është gjithmonë, edhe sa herë që marrin pjesë diku, pastaj është ajo shpreha që mësuese për vitin tjetër do filloj që tashi i them ne nuk e dim akoma temën, kështu që do presim. E marrin me shumë emocion, me shumë tension, por unë i them gjithmonë që shijojeni. Është shumë e rëndësishme. Nuk hym asnjëherë në një garë për të fituar. E shijojmë procesin, kjo është e rëndësishme, hap pas hapi, sepse është një punë goxha e gjatë, secila ka punu minimumi 3 muaj, do ta thonë edhe këto vetë. Pra nuk është aq kohë e shkurtër. Aili është më e vogla, përsëri po i drejtohem të parës. Çfarë ke pikturuar ti? Çfarë pune ke realizuar ti në këtë konkurs, Aili? Unë kam bërë një vajzë me disa zoqë sipër. Sepse vajza ka zemër aq shumë ngjyra. Regjia, e kemi portretin e vajzës, portretin e realizuar nga Arli, dhe besoj ajo, kjo vajzë që ka rreth rrotull ngjyra, por do të ndalemi përsëri se si ke kombinu ti ato ngjyrat, se mësuesja juaj është fantastike për të kombinu dhe për të formuar ngjyra shumë të këndshme. Dua të pyes Herën tashti. Hera, po ti çfarë realizove në pikturën tënde? Unë kam bërë një zog duke kënduar me një vajzë dhe njëna ishte çudite kurse tjetri ishte habitur. Po ta shohim një herë pikturën tënde. Hajde, me zoq ajo që këndon e di këngën kurse tjetri habitet. Si këndon kjo vajzë kaq bukur. Por ndërkohë ja nisin bashkë në fund këngës të dy ndoshta. Luajnë gjithë së bashku pastaj në park. Luajnë gjithë së bashku. Kjo është nxisësh fantazinë në fëmijëve. Apo jo, patjetër. Ne fillimisht flasim shumë. Pasi është ajo për të nxit pak fantazinë, sepse kur marrim pjesë në një konkurs, normalisht ka të bëj fantazia, sepse nuk mund të huazojmë diçka, ta shohim diku dhe ta interpretojmë. Pra këto janë gjithë secili realizon një kompozim të vetin. Prandaj janë ide origjinale. Në teknika të ndryshme, se për shembull Hera ka realizuar kompozimin e vet në teknikën e lapustilave. Iliana është në teknikën e akrilikut, kurse Arli është në teknikën e lapustilave përsëri. Por kemi pas edhe vizatime, pra gjithë grupi ka pas edhe vizatime dhe teknikat e tjera. Unë dua t'i drejtohem tani Ilianës, e cila duket që ka një rrugë më të gjatë me pikturën, apo jo. Ka një qasje, një prirje, pse jo edhe talent. Është kështu, përderisa është vlerësu. Për Ulian kemi edhe video, por kemi edhe punën e saj, e cila është vlerësu me çmimin e dytë, me kategorinë 13 deri në 15 vjeç. Po lançuar emri yt, çfarë ndjeve Uliana? Isha shumë emocionuar. E mendoje apo erdhi kështu? Erdhi e papritën, se gjithë ato piktura nuk e mendova. Nuk e mendove. Po pse mendon ti se pikërisht kjo pikturë të dha, ky punim të dha këtë vlerësim? Ja, ti ke certifikatën, ke edhe trofeun. Dhe ky trofe shkruan çmimi i dytë në edicionin e dytë me temën Zogjt. Si e realizove ti punimin tënd? Sepse Zysha thot që
çdo gjë nis nga një ide fillestare, nga një frymëzim, Nga një skicë. Nga një skicë, apo jo. Unë mendova që të bëj një ide si liçeni i Shkodrës dhe E kemi pikturën tënde, ja, këtu është. dhe mendova të luaja me ngjyra të qiellin edhe të bëja një natyrë. Është një kompozim. Mund të afrojmë pak më shumë regjia? Edhe aty ke disa personazhe, me sa shoh. Si vendose këto dhe ato raportet që mësuesja ju porosi gjithmonë tek skica e parë edhe në zhvillim pastaj si realizove, sepse është një punim që është vlerësuar. Unë mendova që të përfshi edhe njerëz që të rinë diçka më e bukur. Po ishte pak e vështirë apo për ty janë praktika që i ke realizuar dhe herë të tjera? Nuk ishte aq shumë e vështirë. Keni një histori pak më të gjatë me zhvillimin e prirjes Ylianës, mësuese Denisa, apo jo? Yliana faktikisht ka 4 vite që ne punojmë së bashku. Është një fëmijë shumë serioz në punë. Ka një krijimtari jashtëzakonisht shumë të fuqishme, punon shumë, është kërkuese ndaj vetes faktikisht, edhe normalisht kur i ke këto elemente të punës bashkë me talentin, atëherë rezultatet Si u zbulua prirja e Ylianës? Faktikisht kjo është një pyetje interesante. Në shkollën fillore me Zy Zamirën, ma kujto pak një emrin e Faslia. Zamira Faslia, e përshëndesim nga ekrani, se unë e kam përshëndet faktikisht. Më kontaktoj që Denisa thotë, kam një nxënëse që unë e veri që ka një prirje, edhe kam dëshirë që ta takosh. Po me të vërtet, prirja e Ylianës ishte goxha evidente, edhe ne duke punu pastaj vit pas viti kemi arrit deri këtu edhe inshallah do vazhdojmë edhe respekt shumë i madh për punën e mësueseve, të cilat nuk janë thjesht mësuese, janë figura shumë më madhore. Her pas here vendosin dorën mbi supë si të ishin prind, her pas here bëhen fëmijë duke nxitur talentet e ndryshme, duke nxitur frymëzime dhe imagjinat. Çfarë punësh ke realizuar më herët ti Yliana? Me cilat gjinin e portretit, të kompozimit, të peizazhit, të natyrës së qetë, më thuaj pak sa? Më shumë kam natyra të qeta, se më pëlqen të bëj vazo me fruta. Kam edhe të tjera, po këten. Po teknika që ti ke realizuar ishte teknika akrilikut. Është diçka që ti e ke aplikuar edhe më herët apo është hera e parë? Se besoj që kohë që punon shumë në teknikën e akrilikut. Po mirë, është hera e parë që punimet tuaja shfaqen në një ekspozitë apo ke shfaqur edhe ke marrë pjesë edhe në ekspozita të tjera? Si konkurs. Te konkursi herën e parë nuk kam marrë pjesë te edicioni i parë, po kam marrë te Kryqi i Kuq në Shkodër 2 herë vjet edhe si mjet. Bravo. Theksojmë se konkursi mbar kombëtar i pikturës për fëmijë, unë jam Gjyra, organizohet nga Qendra Kombëtare e Kulturës për Fëmijë në Tiranë dhe ka një hapësirë shumë të gjerë veprimi dhe është i dyti edicion që ky konkurs merr vëmendjen e fëmijëve dhe të piktorëve. Ndërkohë, dua të ftoj 2 piktorët e vogla të tregojnë historinë e tyre me pikturën. Ju që është vogla krejt, keni pas qef pikturën apo kjo erdhi në një moment që kur hyt në shkollë ose kur mësuesi ju tha, po bani një herë këtë mollën apo këtë pemën dhe ju e realizuat shumë bukur. Si që kur keni fillu të pikturoni ju? Më tregoni? Hera? Ki që në Kopësht, më duket. Po. Edhe? Kam punuar, fillosha, vizatosha shumë
figura të bukura dhe vizatosha shoqe dhe peme me mora. Po ti ka rujtu mami të gjitha ato pikturat ty apo disa dhe kanë humbë? Mi ka rujt në të tana mami. E pra, të gjitha e run mami. Po këtë certifikatën ma lexon një herë? Finaliste i jepet Hera Bestako për pjesë marrjen në konkursin mbarë kombëtare të pikturës. Unë jam gjyra, edicioni i dytë, organizuar nga Qendra Kombëtare e Kulturës për Fëmijë. Bravo! Ti këtë patjetër që do ta vendosësh në një kornizë në dhomën tënde dhe ta ruash atje. Apo jo, Arli, si mendon ti për certifikatën që tash dhanë? Pa ma lexo dhe ti një herë? Se mos është ndryshe. Ja Arli Artunda për pjesën e Për pjesëmarrjen Në konkurs? në konkursin kombëtar të pikturës. Unë jam gjyra. Edicioni i dytë, organizuar nga Qendra Kombëtare e Kulturës për Fëmijë. Bravo, një duar trokitje për ju. To janë kujtimet tuaja më të bukura. Po mirë, si o porosit mësuesja kur ju merrni në dorë letrën e bardhë? Ajo letër e bardhë është një magji, apo jo? Aty ju do shprehni gjanat më të bukura që keni, dhe në mendje dhe në zemër. Dhe ju në fillim çfarë ju ka porositur mësuesja në fillim? Qa duhet me ba? Si fillon një pikturë? Ndihmoj ti, Uliana. Në fillim do të bëjmë skicën dhe mësuesja na ka porositur që ne të mos të bëjmë më shumë vrap, pra të marrim kohën që na duhet, se një pikturë e bukur don shumë kohë. Në fillim ka lindur në mendjen tuaj ato zogjt, ajo vajza që këndon dhe ajo vajza që ka zogj përmbi kokë. Kjo është e bukura. Si të lindi kjo ide që të vendosësh vajzës, portretet të vajzës, disa zogj rreth e rrotull? Arli. U erdhi ideja se që mësuesja më ka thënë se kena një konkurs që me fitu, edhe unë zgjeta një vajzë që me e bë me zëq sipër. Po. Arli ka edhe disa detaje tek flokt. Si kja të Shpjegoja flokët? pak ato pendet e zogjve, Arli, që ti ki vendos shumë Tek flokët? ngjyrat. Unë kam vu disa pend për se zogu kam kënë sipër edhe zogu ti ka në pend. Edhe vajza ka pend të floku edhe duken shumë ngjyra. Sa bukur. Kjo është artistja Arli. Kjo është artistja që e shikon në një mënyrë të veçantë punimin e saj dhe mesazhin që do t'japin. Kjo vajzë e dashuron shumë natyrën, e dashuron shumë zogjt, prandaj në një farë mënyre flokët e saj janë të rrethuar me pendet e zogjve. Bravo. Ndërsa Hera ka vendosur një raport, do me thënë, është një vajzë që këndon dhe një zog. Po. Çfarë zogu është ai? Ai zogu është bufalaq dhe këndon me një vajzë. Dhe disa fëmijë i shikone, i pëlqejnë, çudisin. Bravo! Po sa bukur! Ja, ku janë të gjithë aty, të gjithë në një skenë të bukur arti natyror. Është diçka frymëzuese, Denise, ti fusësh në fantazinë e fëmijëve për të realizuar të tilla subjekte. Kur punoni ju? Punoni në shtëpi? Keni një kënd në shtëpinë tuaj, Uliana, apo
ku të jetë ai frymëzim të jep Penelata? Unë kam dhomën teme ku maj Penela të pikturoj kur kam kohë të lirë. Po, si të mbështesin ty prindrit? Do më thënë, si e vlerësojnë punën tënde? Të janë shumë të lumtur edhe Të bëjnë ndonjë vrejtje ndonjëherë? Hynë pa trokitur lejt për me të pasë që i të banë në dhomë, apo vetëm kur e përfundon? Ja, mami. Dhe më shikon mami. Edhe mund të japë në një mendim ndonjëherë, apo? Po. Se mami, kur kam qenë vogël, më ka ndihmuar shumë se rreth të më vizatu kovë, shana dhe unë qysh e vogël kam pas qef shumë. Pra ka qenë një pikë fillestare jotja, gja shumë e bukur. Po ju vajzat e vogla, ku e mbani ato kavaletin, fletën e bardhë të realizimit të pikturave tuaja? Në shtëpi, në klas, apo? Mua më pëlqen shumë të vizatoj, se mamin 6 vjeqe më kam mësuar të vizatoj. Unë e bësha disa kafshë, unë bësha disa njerëz, po i bësha të ndryshëm. Edhe më ka pëlqyer piktura ku kam qenë e vogël, që kam bërë shumë piktura të bukura. Po ke ndonjë njeri që do t'i ngjasësh ti? Po. Kë ke? Kujqin time. Kujqin tënde? Po. Po mami, po gjyshja pikturojnë? Po, se më fanë tezja ime, kur ka qenë e vogël, ka pikturuar shumë gjëra. Ka pikturuar të shumë gjëra të vështira edhe të bukura. Ti mendon se kur të rritesh do bëhesh një piktore? Po, njështu mendoj. Sa bukur. Arli e vogël shikon me magji gjithë këto rrugtime, por ndërkohë ka edhe vetë rrugtimin e saj, që do të thotë çdo ditë ti e prek pikturën, apo para se të shkosh tek mësuesja? Çdo ditë i them nanës si du me prit shumë që me shku të premten të piktura. Po si të thotë nana ty, çfarë pëlqimesh të jep? Ç'do thotë? Ta merr dorën e thotë, ta puthi një herë dorën e vogël. Po, thet karamele më puth të ditën, ma shpreh dëshire. Që do të thotë të gjithë jeni të ngrohur nga dashuria e prindërve, por edhe kujdesi mësuesës suaj, apo jo? Keni provu që të merrni pjesë në ndonjë aktivitet ju të voglat në shkollë, në klas, apo jashtë shkollës, me piktura, përveç këtij konkursi kombëtar? Është hera e parë kjo, apo keni shfaqur punimet tuaja dhe diku tjetër? Në murin e klasës keni pikturuar ndonjë gjë, ndonjë punim tuaj? Në art. Në art? Në art. Shumë mirë. Kur vizataj mësusja më the ti ki dora dhe ti dush me hiq se zban me hite një kurs me vizatu. Njashtu thot mësusja, po si ka emrin mësusja jota? Enkeleda. Enkeleda, e përshëndesim dhe mësusja Enkeledan. Ndërsa mësuesja e herës e di që vizaton, apo ja? Unë marr shumë notë të mira dhe vizatoj me dorën të lirë, që më pëlqen të vizatoj, më pëlqen të nxjerrose dhe marr dhe shumë mira. Edhe kam mësuesen teme shumë të zgjuar. Pa dyshim, edhe shumë të dashur, po si e ka emrin e mësuesja jote, sepse duam të Mësuesja Enkeleda. Enkeleda, të dy Enkeleda, po që kanë bekim këto Enkeleda tuaja, shumë mirë. Mirë, kjo është një dashuri shumë e madhe për artin. Ju nuk e shpenzoni kohën me gjana të pavlera, përkundrazi, punimet tuaja janë shumë të bukura, i vlerëson mësuesja dhe ato që i shohin, apo ja, keni menduar ndonjëherë të bëni sa më shumë piktura dhe kur të vi një moment t'i shfaqni në një ekspozit? Për shembull, Juliana që ka më shumë ecuri personale në shkollë.
Do ta mendojnë. Do ta mendojnë. Unë ju auroj këto realizime. Denis, besoj se këto ecuri janë frymëzuese, sepse këto janë vajza në formim e sipër dhe është shumë gjë e bukur që një specialist të jetë pranë tyre, qoftë në të gjitha hapat e realizimit të një vepre artistike, apo jo? Patjetër që po. Faktikisht edhe unë kam një falënderim shumë veçantë për prindërit kryesisht, që arrin që këto fëmijë edhe t'i ndjekin gjithmonë hap pas hapi, sepse sakrifica normalisht janë, to nuk ndjekin vetëm kurse arti, ndjekin edhe kurset e tjera. Pra arrin këto prind që me jamu shkohen fëmijëve aq bukur që të rriten me aq vlerë sa që të rriten në një fëmijëri të lumtur e mos të rrin shumë tek ekranet digjitale që janë jashtëzakonisht tash për fëmijët pak të damshme. Kjo ecuri zbulon edhe prirje, kjo ecuri zbulon dhe zhvillon edhe talentin, gjë që do të thotë që Shkodra ka të tillë fëmija, për shembull Yliana, e cila është në vitet e larta të shkollës të vjeçare, ndoshta ka një mendim për të vazhduar më tej, apo jo? Po, unë kam qejf të vazhdoj shkollën e artit. Do ta kemi në të ardhmen nxënëse edhe një vit. Dhe kështu që këto hapa janë gjithmonë hapa të mbështetur mirë tek puna, tek frymëzimi, tek mbështetja dhe prindërve faktikisht, sepse sot nuk është aq shumë e lehtë mu marrë me artin. Edhe ato për shembull Iljana që mendon që të vazhdoj shkollën e mesme artistike për Nkjakova, dihet që një krah shumë i fortë është familja, përveç punës dhe talentit. Ashtu siç këto fëmijë e zbukurojnë jetën e tyre me këto pjesëmarrje. Po si jeni ndjej ju një herë aty në ditën ku e filluam edhe emisionin mes gjithë atyre pikturave, njerëzve që vinin, shkonin, ju duket një ditë e bukur, një ditë mbreslënse? Arli, e mban më atë ditë? Po. Ishte diçka e bukur, keni bërë edhe foto me mësuesen, keni bërë foto të gjitha së bashku, gjë që patjetër janë në albumin tuaj fotografik si një gjurmë me pashlyeshme. Kemi disa foto regjia, të cilat natyrisht shprehin ndjesitë e bukura të asaj dite ku finalistët shkodrane, piktorët e vogla, e nderuan Shkodrën dhe sollën madje edhe një çmim në qytetin tonë, në qytetin e artit. Ja sa bukur, të gjitha emocione që bëhen tuf dhe që shprehin një dëshirë shumë të madhe për artin, për pikturën, e pse jo, një mirënjohje shumë të madhe për mësuesen që punon aq fort me ju, për prindrit që ju mbështesin, por edhe për mësuesit e shkollës, apo jo? Çfarë do të thonin? Besoj se keni një falënderim, Ylian. Më falenderoj shumë mësuesen me fillores, Zamirën që më ka thonë që Kthehemi në studio, po. Kthehemi në studio. Që unë duhet të ikëm një kurs dhe prindërit më kanë shumë kurs, edhe falenderoj edhe mësë Denisën që dërsa vite më ka ndihmuar shumë. Besoj se është diçka shumë e bukur, apo jo? Emocione. Emocione. Dhe Arli dhe Hera, patjetër që i përshëndesin, apo jo? Po. Çfarë do thush për mësuesen tënde? Unë jam shumë e kënaqur se që kam mësuesen Denisën, që aja ka aq shumë e laja ka imagjinata me vizatimet e veta, se nana mësuese Denisën e ka kolege. Edhe aja ka pikturu dhe nana ka të një kornizë në dhomë. Shtu, prandaj e do të aq shumë sa stuhet. Ashtu kështu? Apo jo, Hera? Po. Bravo. Të gjithë kjo është një rrugë që vishet me një dashuri të madhe.
për pasionin tuaj për pikturën, për mësuesen, për ecurin tuaj, për prindrit, e nuk ka gjë më bukur kur këto ndjenja shprehen aq bukur tek punët tuaja. Kësaj here konkursi mbar kombëtar i pikturës për fëmijë Unë jam gjyra me 500 pjesëmarrës kishte një pjesë finaliste edhe nga Shkodra, madje edhe një çmim. Unë besoj se kjo ecuri do t'jetë mrekullueshme në të gjitha konkurset që do vinë më pas. Do merrni pjesë përsëri apo ja? Edhe mos u ngutni se kush e di se çfarë temash do të ketë dhe çfarë fantazie do ta realizoni. Denis, shumë faleminderit për pjesëmarrjen dhe për këtë frymëzim që u jep fëmijëve. Një respekt shumë të madh për kontributin tuaj, por edhe për pikturën tuaj shumë të veçantë. Ne ju falenderojmë gjithmonë, ashtu si që thamë fillim, që jeni një mbështetje e pandashme për artistët. Unë e di që ky vend është për njerëzit që kanë ecuri të bukura, ecuri të vlerëshme edhe meritojnë shumë vëmendje dhe shumë respekt. Arli, faleminderit. Yliana, faleminderit, mbarësi, Hera, suksese gjithmonë. Shihemi në konkurse të tjera, mbase të trija me yje Bikok. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit.